shoh një shteg të hapur që të ketë një qeveri të re në krye me Bedri Hamzën. Mendoj që opozita do të ketë mjaftueshëm vota që ta formojnë një qeveri dhe mendoj që ajo qeveri do të udhëhiqet nga Bedri Hamza. Kjo është bindja ime. Mendoj që ka qenë rasti humbur herën e kaluar që nuk e kemi bë. Një qeverisi nga zoti Hamza, mendoj që do të ishte të mirë në gjithë opozitës asaj kohe. Pse do të ishte të mirë në opozitës? Jo në kuptimin e inateve politike, e morëm kështu një kryeministër apo bëm diçka, sepse funi demokracia rotacion ka. Duhet të ketë rotacion, është në rregull me pas rotacion. Mendoj që kompetenca që do të kishim shpërfaq, projektet që do të kishim fillu, rritjen e pagave që do ta realizonim, rritjen e pensioneve që do ta realizonim. Gjitha këto mendoj që kishin me ofru një alternativë qeverise që qytetari nuk i ka pasur një kohë gjatë. Dhe mendoj që kjo kish me qenë një diçka të cilën e kemi humbur si rast dhe nuk duhet me humbur asnjëherë tjetër. Dhe mendoj që do të vijë një situatë e tillë në të cilën ne do të kemi një qeveri të re, si dhe një mundësi, një mandat të ri, si dhe një mundësi me vënu një Kosovën, qytetarin në një, si me thonë, qeverisje që përkthehet në të mira për qytetarin. Jo të mira veç për pushtetin. Jo votat të cilat i merr dhe thonë nuk jem votuar për projekt, unë jem votu pse mund dal. Pra zoti Ismail, jeni optimist që ka gjasa të përsëritet në shkurti rezultati? Mendoj që do të jetë rezultat më i mirë për PDK. Mendoj që do të kemi numër më të madh të deputetëve. Se sa në shkurti, jo 20 dhjetori. Partitë që na zakonisht po ju atribuohemi si opozitore, jenë mushmen edhe e bojnë një qeveri tash. Mendoj që ka me qenë kërkesë qytetarëve, sepse votat ka me qenë shumicë shqiptare ka me qenë nga opozita, rrjedhimisht një gjë e tillë ka me pas mundësi me ofru një ndryshim në Kosovë dhe ne jemi duke lyp ndryshimin. Ne jemi duke thonë qytetarëve votoni Bedri Hamzën, që ta keni një qeveri e cila është ju përgjigjet juve. Ju përgjigjet me projekte, ju përgjigjet me mirëqenie, do të rris pagat, të rris pensionet, do të jekëm të vëshën nga ushqimet bazike të cilat kemi nevojë për to, pra do të investojmë, do të ndihmojmë krizës, do të investojmë, do të punojmë në shëndetësi, me plotësu listën esenciale, mënyrën që njerëz mos me marr ilazh të kancerit, mos me dalë me i ble vet, mos me shkojmë, mos me i gjetë spitale, pra do të ndikojmë në shumë aspekte të jetës, të cilat kanë me përmirësuar jetën e qytetarëve. Okej, jo, po do më dojnë të një moment tjetër, të Urani, në fakt, të PDK-ja, të që ndodhim, ke qenë, si me thonë, target i goditjeve, sulmeve, që me thonë, në fund të dhe PSD-ja, si me thonë, ti ka thonë do grushta kështu, por, sidomos ku ishte çështja e Fatmir Limajt, për me hy në listë zgjedhore, Urani po ai që pengon procesin, edhe kështu me radhë. Pra, e ki pas një muaj në cilën emri Urani Ismailit ka qenë gjithandej i përmendur në a luftë mbrana llojit apo çka ka ndodhur gjatë kësaj kohe. Shiko, unë kom pas betejë me lëvizjen vendosje edhe në Prishtinë, shumë edhe janë marrë me mua edhe Diona Mihajli kur i ka vënë edhe Albin Kurtit. Dhe mendoj që shumica direkt po marr me juve. Po, është marrë direkt me mua dhe ka një arsye pse njerëzit janë marrë direkt me mua dhe sidomos ka të bëjë me faktin që unë kam rrit një trup elektoral të PDK-s në Prishtinë si asnjëherë më parë. Pra angazhimi jam 4 vitet e fundit ka qenë me një zgjerim të bazës elektorale në Prishtinë. Unë kam marrë PDK me 5000 vota për kryetar, e kam prunë 29000 vota për kryetar. Kjo sukses është. Dhe kjo është një sukses që lëvizja vendosje e ka pas shumë vështirë më fal. Kemi dalë të dytë për nga asambleja. Por ata kanë dalë të tretë në asambleje dhe unë kam qitë të dytën. Pra ata nuk kanë dalë kështu pa hiri, unë kam qitë të dytën. Dhe i kam shty kufite Partisë Demokratike të Kosovës me u rrit Partia Demokratike. Dhe unë besoj në rritjen e PDK-s në nivel Kosovës, jo vetëm në Prishtinë. Dhe ky, si më thon, dëshira jame, kjo ambicie jame për me rrit PDK-n. Pa ndalë, sepse unë kam punu 4 vite, ai rezultat nuk vjen pa hiri. Unë kam punu dhe sot kam vendosur një qeveri të cilët janë djem e vajzat që janë shumica 10-12 vjet më të ri se unë, që janë aktivistat Partisë Demokratike të Kosovës, që është normale me investu. Po, mirë po, nuk është normale ndonjëherë në politikë, sepse dëshira o ka pak me i mojt njerëz të njëjtë. Unë kam folë për shkak me gjithë drejtorët dhe kemi marrë dish drejtorët, kemi ardhur në një përfundim, ish drejtorët që të krijojmë hapësirë së bashku për aktivistë të ri, që dhe ata le të kenë hapësirën e tyre. Pra, mentaliteti jam është një, me rrit Partinë Demokratike të Kosovës, dhe në këtë rritje unë s'kam pas kompromis me askë.
Fare s'ko pas kompromis. Edhe brenda partisë, jashtë partisë nuk ko pas kompromis. Se për mu, synim ka qenë me rrit PDK-n. E dy, unë kam pas një mentalitet që duhet më dhon hapësirë njerëzve të cilët vinë pas neve si gjenerat. Sepse nuk mundet me urrit PDK-ja vetëm nga gjenerata ime apo një gjenerat tjetër. Dhe duhet më dhon hapësirë dhe më dhon një projekt politik. Dhe sot unë funksionoj në atë ide që në momentin kur e kam një synim, dhe në atë synim unë angazhoj të gjithë që jemi së bashku me arrit atë synim politik. Dhe në këtë synim politik i kom pengu dhe unë me Ojlin. I kom pengu lëvizjeve vendose. Dhe i pengoj edhe sot. Dhe prandaj ka një sinergji të sulmeve. Dhe shumicën e kësaj boshtën e këtyre sulmeve e ka bo lëvizjeve vendose. Qoftë në mënyrë direkte apo në mënyrë indirekte, e ka bo ndaj mirë në kuptimin pse, sepse formula që unë e paraqes në PDK është një formulë që unë e shoh Partinë Demokratike të Kosovës fituese të zgjedhjeve. Ne kemi pësuni të rënditjet madhe me marrjen e presidentit, me marrjen e kryetarit Veseli, me marrjen e presidentit Thaçi, mirë po prap e the vet, jemi konsolidu, kemi marrë Me të zoti Ismaili nuk jeni rrit. Kështu që ka një cikël zgjedhësh që PDK-ja mbetet të numri i njëjtë. Natyrisht. Shiko, edhe kjo është në këto rrethana çfarë keni shpjekim. Si parti politike, ndoshta mundet me u quajt sukses që e keni rujt elektoratin ju. Mirë po, a është sukses që me rujt elektoratin? Se tash i shtu trupa elektorale. Unë thash, modeli jam në të cilën unë punoj. PDK si shkron kjo shprehje ku të vesin qyshje numër jemi. Po, domethënë një ta kanë numrat e vetë. A mundet llogarit të qendrit në numër sukses? Nëse më dëgjuar më vëmendje, unë çka thash është që unë konsideroj që ne duhet me zhvillu si PDK një model, në të cilën pikërisht numri 190.000 vota, 200.000 vota nuk ka mjaftueshëm për neve. Qysh s'ka qenë mjaftueshëm për mu 5.000, 7.000, 8.000 vota në Prishtinë. Dhe nuk ka qenë mjaftueshëm për asnjë aktivist PDK-s, dhe për asnjë votues PDK-s. Kemi mri numra nacional në 15.000, 13.000, domthonë nuk kanë qenë të mjaftueshëm sepse kemi qenë të pa fuqi brenda një habitati politik në Prishtinë. Dhe sot nuk kemi fare aty. Unë kur kam hyrë në kandidat në Asamblenë të Prishtinës kemi qenë 6 asamblista. Sot jemi 12. 100% rritje. Po prapë, zoti Ismaili, sa janë në nivel nacional, se ju krahasimet vi bëni në nivel nacional. Dhe nuk e përmendova. Thash presje se po mduket prapë, pse ju po rriteni po meni çka po duhet thonën. Arsye më pyeti pse më ka sulmu. Thash, më kanë sulmu për një arsye, sepse unë e kam rrit një trup elektoral. Dhe prapë besoj, dhe jam i bindur 100%. Kur garon kundër dikujt, dikush e ka një kohë të qeverisjes. Zoti Kurti e ka pas një kohë të qeverisjes. Unë konsideroj që koha e tij e ardhur është shpenzu. Unë mendoj që mënyrën që shaj ka shfrytzu 6 vjeçarin e vet është totalisht diçka që më kur s'ka më dhënë shansa e tillë. Ai ka fut Kosovën në krizë. Ka kriju një krizë ekonomike, s'ka me dalë nga kjo krizë. Çka është elementi kryesor që zoti Kurti dhe gjithë deputetët e lëvizjes vendose e flasin si sukses. A ka lidhje ai sukses me qytetarin? Është 51.1, kaq. Këtu përfundon suksesi. Pra ata nuk kanë sukses që i përkthehet qytetarit. Pse? Dhe kjo unë mendoj që arroganca e tillë e ka përfunduar epokën e tij. Është përfunduar epoka e zotit Kurti për shkak arrogancës së tij. Për shkak dëshirës për ti për të jetë absolut. Dhe unë kur them që e shoh PDK-n fituese të zgjedhjeve, unë mund ta shoh PDK-n rritje sot. Mirë po unë pjo thëmë sot gjithë aktivistëve të Partisë Demokratike të Kosovës, kudo që janë ata. Kohët e fitores janë para neve. Ne kemi me arë si parti fituse. E kom por rritën e PDK-s Prishtinë. E ndjej rritën sa tash kur dalë më shumë. Sepse kam përfundu, si me thonë, kam një ekip jashtëzakonisht mirë në Prishtinë, kam hapësirë më shumë me dalë me taku njerëz tjerë. Unë ndjej apetitin e madh dhe shoh një energji të jashtëzakonshme, cilën ndoshta kemi nevojë, kemi mësuar edhe ne me rikalibru, me rikanalizu, për më ardhë dhejtë fitoria madhe. Nuk mendoj që 200.000 votë që do t'jetë një aspirate jonja, nuk është një aspirate imja, mund nesër me i marë 200, 210.000, 110.000, mirë pa aspirata tona jonë në të ardhën që ne t'jemi një partije 600.000 votë.